Por han kemi zbritur poshtë këto në dhomat e specializuara të Kosovës në gjysmë të dëshmisë së James Rubin, i cili është planifikuar që ta përfundonte sot paradite dëshminë e tij, mirë po për shkak të pyetjeve shtesë që ka pasur mbrojtja pas kundër pyetjeve të prokurorisë specializuar dhe tashmë edhe pyetjeve më të zgjatura të trupit gjykues, ai do ta marrë gjithë kohën e gjykatës gjatë ditës së sotme dhe dëshmitari që ka qenë planifikuar për të shfaqur dhe për të rrëfyer do thotë përvojën e tij me ushtrinë çlirimtare të Kosovës gjatë luftës gjatë ditës së sotme është shtyrë që të fillojë nesër në mëngjes me fillim nga ora 9. Sidoqoftë, deklaratat të cilat sapo i dëgjuat, pra një pjesë të deklaratës së ish ndihmë sekretarit amerikan të shtetit për marrëdhënie me publikun James Rubin, i cili duke ju përgjigjur prokurorisë specializuar se pse ka refuzuar më herët që t'i përgjigjet pyetjeve të prokurorisë. Këtu duhet të përmendim patjetër diçka që prokurori James Patch nuk e ka përmendur në kohën kur ja ka bërë këtë pyetje pra James Rubinit. Prokuroria specializuar ka të drejtë që t'i marrë në pyetje të gjithë dëshmitarët e mbrojtjes, për çka edhe ka kërkuar listën paraprake të paktën një muaj më herët, sikurse ka bërë për shembull me dëshmitarin që do të shfaqet i dyti. Ai do ta nisë dëshminë në gjykatën speciale gjatë ditës së nesërme, mirë po ka pasur një intervistë paraprake me prokurorinë specializuar më 2 shtator të këtij viti, ndërkaq njësoj nuk ka vepruar edhe James Rubin dhe gjatë ditës së sotme i ka treguar prokurorisë se nuk e ka bërë një gjë të tillë për shkak që konsideron se përshtypjet e tij mbi luftën e UÇK-s nuk përputhen edhe me pikpamjet që ka zyra prokurorit të specializuar dhe pastaj ka filluar që të flasë dhe ta konsideroj të padrejt procesin gjyqësor në dhomat e specializuara të Kosovës këtu në Hag, duke qenë se thotë që është një proces më tepër që i ngjan politikës dhe nuk përputhet fare me standardet e drejtësisë ndërkombëtare, madje e përmend edhe krijimin e tribunalit penal për krime lufte në ish Jugosllavi, gjë që e ka përkrahur vetë ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright dhe ka thënë se drejtësia në dhomat e specializuara nuk i ngjan as pak synimeve që ka pasur vetë Albright për ta krijuar një tribunal penal ndërkombëtar, ndërkaq gjatë kësaj kohe kur James Rubin i ka bërë këto deklarata, dhomat e specializuara në këtë rast gjykata speciale është kujdesur që të mos e shfaqë reagimin e asnjë personi tjetër në gjykatë, pra vazhdimisht ka qenë e shfaqur vetëm figura James Rubin, mirë po reagimet nuk kanë munguar as pak, sidomos nga trupi gjykues të cilëve edhe i është drejtuar ky deklarim i James Rubin. Më së shumti në fakt atyre për shkak që për shembull kryegjyqtari në rastin e madh të speciales Charles Smith ka qenë goxha i vëmendshëm për ta dëgjuar deri në fund, mirë po Fergal Gaynor për shembull që është ndihmës si paneli gjykues ka qenë i shtangur nga kjo deklaratë, sikurse ka qenë i befasuar edhe gjyqtari Metro, mirë po Christoph Barth vazhdimisht ka qeshur me ironi gjatë gjithë deklarimet të James Rubin kur e quan të padrejt gjykatën speciale, ndërkaq ka deklaruar po ashtu se para se të vinte dhe të jepte dëshmi këtu në dhomat e specializuara e ka ndjekur nga jashtë procesin për 5 vite me radhë dhe janë dashur më tepër se 100 orë për të përgatitur për të ardhur këtu, pavarësisht që as nuk e ka lexuar akt akuzën që i ngarkon 4-shën e UÇK-s me krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, por po ashtu as nuk e ka dëgjuar dëshminë e asnjë dëshmitari tjetër dhe për t'ju kundërvënë kësaj deklarate të Rubinit, prokurori i specializuar James Patch ja ka vënë përballë disa deklarata tjera që i ka dhënë vetëm para pak javësh, pra gjatë kësaj vere e para me 13 korrekt të vitit 2025 për një medium serb dhe tjetra në një podcast në Amerikë gjatë gushtit të vitit 2025, ku James Rubin thotë që dhomat e specializuara të Kosovës nuk kanë dhe nuk po dinë se si ta vazhdojnë procesin tutje, prandaj edhe po i mbajnë në paraburgim padrejtësisht, pra sigurisht e cilëson ai për më shumë se 2 vite e gjysmë, janë bërë gati 5 vjet tashmë Thaqin, Veselin, Krasniqin dhe Selimin, mirë po kur është përballur me deklaratin që e ka dhënë krejt së fundmi pra në muajin gusht se e ka quajtur gjykatën speciale dhe punën e saj një turp, ka thënë se kur jep intervista ndonjëherë edhe mund të ngutet dhe është momenti që ai edhe mund ta tërheq fjalën turp, mirë po sërish i qëndron mbrapa fjalëve të veta kur thotë që dhomat e specializuara të Kosovës po e vazhdojnë pra procesin gjyqësor mbase edhe për shkak që është një proces politik dhe mbase për shkak që juristët në këtë rast paneli gjykues përballë të cilëve James Rubin po dëshmon tash e 2 ditë, dëshirojnë që të bëhen të famshëm dhe të bëjnë emra pra në arenën ndërkombëtare, çka sërish ka ngjallur një reagim tjetër të trupit gjykues, por edhe të palëve tjera që kanë qenë të pranishëm dhe e kanë dëgjuar dëshminë e tij. Ndërkaq James Rubin edhe gjatë ditës së sotme është lëshuar në disa detaje tjera, duke treguar edhe një herë sepse nuk kanë pranuar që ta armatosin ushtrinë çlirimtare të Kosovës me armë që vinin nga vendet aleate dhe nga vendet anëtare të NATO-s, gjë që nuk
nuk e ka treguar gjatë ditës së djeshme edhe pse është pyetur ekskluzivisht për këtë temë, ndërkaq këtë ka bërë të ditur gjatë ditës së sotme, duke thënë se aso kohë Madeleine Albright nuk mund t'i thoshte ushtrisë shërimtare të Kosovës se ju nuk jeni të organizuar, sepse UÇK-ja aso kohë mendonte që kishin struktura të mirëfillta dhe ishin të fuqishëm mjaftueshëm për t'i bërë ballë në terren regjimit të Slobodan Miloševićit, por vetëm u duheshin armën nga jashtë dhe e kanë menjanuar një mundësi të tillë duke i thënë Thaqit dhe të tjerëve pra delegacionit të UÇK-s në konferencën e Rambujës dhe në gjitha bisedimet pasuese të saj se nuk mund të dërgonin armë dhe të ndihmonin me armatim ushtrinë çlirimtare të Kosovës sepse ishte vështirë që të bindeshin vendet anëtare të NATO-s dhe nuk dëshironin që të krijonin përçarje tek aleatët. Në anën tjetër është përmendur sërish roli i Adem Demaçit dhe cili ka qenë më i rëndësishëm gjatë luftës së fundit, Thaqi apo Demaçi, për çka edhe në këtë momentin që ne po flasim, Kristof Barth është duke i bërë pyetje qartësuese James Rubinit në lidhje me rolin e Adem Demaçit, mirë po pasi që të përfundojnë në pyetjet e trupit gjykues, pikërisht për shkak të këtyre deklaratave që po i risjell në vëmendje edhe pse ka përfunduar këtë temë, do të ketë sërish pyetje të tjera nga kryembrojtësi i Thaqit Luka Mishetić, pavarësisht në seancën e sotme dhe në gjitha seancat e tjera do të jetë i pranishëm edhe avokati që e ka sjell James Rubinin dhe ka biseduar para 5 vitesh për ta bindur që të vinë në gjykatën speciale të Kosovës, pra avokati amerikan Pierre Richard Prosper, i cili është lëvduar goxha shumë sot nga James Rubin, duke thënë se ka kontaktuar për herë të parë me të diku mes tetorit të vitit 2020, pra pas konfirmimit të aktit akuzues dhe deri në vitin 2021, nuk i kujtohet saktë se kur e ka kontaktuar Pierre Richard Prosper për herë të parë për të ardhur këtu, mirë po ka thënë se është një prokuror i Zoti, i cili edhe më herët ka ndjekur krimet e luftës, ndërkohë që prokurori i specializuar me ta dëgjuar këtë deklarati ka thënë që nuk të kërkova që ta komentosh dhe ta lëvdoj, ka shkaktuar qeshje nga prokurori i specializuar Alan Tigrit, i cili në këtë moment është shfaqur krenar me këtë mini luftën që ka bërë prokurori specializuar me dëshmitarin e parë të mbrojtjes Hashim Thaqit. Të falenderoj shumë për këtë përmbledhje, do të dëgjojmë përsërish në edicionet e radhës.